Mes reagimeve që ka sjellë ngjarja e rëndë e dhunimit të një 17 vjeçare në Fier, kanë folur dhe prindrit e njërës prej vajzave 15 vjeçare të përfshira në këtë rast. Ata tregojnë se ngjarjen e rëndë kanë mësuar fillimisht përmes mediave dhe më pas janë shoqëruar në polici për të dhënë dëshminë e tyre. Me lop në sy, nëna e 15 vjeçare si kërkon falje publike vajzës së dhunuar dhe familjes së saj, duke shprehur keqardhje të thellë për atë që ka ndodhur. Prindrit bëjnë me dije se vajza e tyre është diagnostikuar 3 muaj më parë me probleme të shëndetit mendor dhe se prej kohësh kanë kërkuar ndihmë pranë institucioneve për trajtimin e saj. Sipas tyre, ajo kishte shfaqur edhe më parë episode agresiviteti, por kërkesat për mbështetje nuk kanë marrë përgjigjen e nevojshme. Përballë pamundësive ekonomike për të financuar trajtimin e specializuar, familja u bën thirrje institucioneve shtetërore që të ndërhyjnë dhe të ndihmojnë në kurimin e vajzës me shpresën se ajo do të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor dhe psikologjik. Prindrit theksojnë se nuk synojnë të justifikojnë veprimet e së bijës, por kërkojnë që krahas përgjegjësisë ligjore për ngjarjen, të mos neglizhohet nevoja për trajtimin e problemeve të saj shëndetësore. Morën policia edhe s'di gjë për asnjë gjë, po kërkoj ndjes prindrit së asaj goce, se sikur të më kishte ndodhur mua. Edhe ju kërkoj 100 herë ndjes atyve. Jam shumë e prekur, sikur t'ja kishin bërë fëmijës tim, shumë e prekur do isha. E kemi quar, po prapë në probleme është përkëshërim të plot për gocën, se kam me probleme me shëndetit mendor. Gjendje ekonomike nuk kam fare.